Çka pret, edhe çush e lexova që të vendimin e gjykatës kushtetuese. Aproboi situatë të tre, se është përbes është absurde pak edhe kur I dëgjon. Para se me hynë në intervistë, dëgjova Glaukun të thonë që vendimi I gjykatës kushtetuese në fakt e përcaktoi që duhet me zgjedhë edhe Albulina Agjiu, kryetaret të kuvendit. Edhe ki interpretimin që shebojnë, thu që nuk jenë të fol për një vendim. Çka po lexon prej këtij vendimi, aprovoi diçka. Aty parashihet një datë prej 30 ditëve, po nuk parashihet se çka ndodh mas 30 ditëve nëse nuk e bëj. Unë besoj që gjykata kushtetuese me këtë gjykimin e djeshëm ka arritur që ta krijojë situatën ideale për një skemë politike që ka një mentalitet mbrapsht politik, ku secila lexon atë çfarë do të lexojë brenda gjykimit. Pra gjykata ka mundësuar që gjitha palët të lexojnë diçka e ta interpretojnë në mënyrën e tyre duke mos qenë plotësisht e qartë. Ndonse në lexim objektiv gjykata ka përcaktuar disa mekanizma edhe pse nuk e ka trajtuar çështjen kryesore. Ato nenet që I ka përmend ato kanë qenë në kushtetut, nuk është që këta I shpikën. Do të thonë që veç ja dha një farë leksioni që ju durni me pas përgjegjësi rreth kësaj situate politike dhe një lloj më shumë si analize që jep rekomandime se çka duhet me bë. Po nuk e posh që ke prerë, si më thonë, me zgjidh një situatë me që I të vendin prej krize. Unë besoj arsyeja kryesore është se gjykata kushtetuese në fakt nuk mund ta zgjidh krizën e mungesës së vullnetit politik. Pra nuk mund t'i obligojë partitë që të merren vesh të funditës. Ajo çfarë ka tentuar të bëjë gjykata është që të caktojë një afat kohor, këtë rast afatin 30 ditor, që I bie deri më 26 korrik, kur duhet të zgjidhet ngërçi. Por në mungesë të një mekanizmi sanksionues se çka ndodh në rast se nuk arrihet, unë besoj që thjesht do të vazhdoj situata e njëjtë, për shkak se një afat të tillë partitë vetë e kanë pasur. Ato është dashur po ta kishin interesin, sidomos lëvizja vendosur që ta zhbllokojnë situatën, ka pasur mekanizma. Të paktën I kemi 2-3 kandidatura të përmendura si emra nga partitë e blokut tjetër që kanë treguar se do ta votonin në rast të kandidaturës për kryetar, këtë rast zonja Bukujevci, zonja Shipe Selimi e të tjerë. Pra, problemi qëndron tek mungesa e kulturës politike dhe gjykata nuk mund që përmes caktimit një afati pa caktuar pasojat e saj të tregojë. Unë besoj që kjo është më shumë një lloj vendim para vendimit kryesor që do të mund të merret pas afatit 30 ditor, që unë besoj elementi kryesor është që gjykata ja ka hapur derën zonjës Osmani që të dërgojë rast në gjykatën kushtetuese nëse dështon edhe ky afati 30 ditor. Së dyti, ajo çfarë pam gjatë ditës së djeshme, por edhe sot, është një interpretim I përçudnuar I lëvizjes dhe vendosjes mbi disa prej dispozitave. Gjykata kushtetuese, nëse lexohet objektivisht çfarë ka thënë, janë dy elemente. E para, kemi një parti e cila është duke bllokuar kuvendin. Pra, për herë të parë kemi aktgjykim I cili ndonse në mënyrë të tërthërt e bën të qartë që aktualisht kemi një bllokim të kuvendit dhe ja atribon përgjegjësinë për këtë bllokat partisë së parë. Pra gjykata ka përcaktuar ndryshe nga gjykimet e tjera që partia e parë nuk ka vetëm të drejtë ekskluzive të përcaktimit kandidatit, por ka obligim kushtetues që t'i sigurojë 61 vota përmes kompromiseve politike. Pra gjykata obligon që të bëjë kompromise politike në mënyrë të tërthërtë.